Krenar, faleminderit shumë që pranuat intervistën dhe duhet ta nis me kryefjalën e gati, po themi 15 viteve të fundit ose mos më shumë që është protesta. Si po shkon protesta? Protesta është ndoshta gjëja më e bukur që ka ndodhur Shqipërisë mbas 91, 92, 93-shit. Mbas u ndryshua, u rrëzu sistemi, por nuk u konsolidu ashtu siç pritej ose siç shpresohej. Dhe tranzicioni u zgjat jashtëzakonisht dhe kemi ardhur në këtë ditë që me konsistencën e kësaj proteste, me mënyrën se si po zhvillohet, ne po tregojmë që megjithëse kemi ardhur, janë pjek kushtet dhe është kriju, pra shoqëria shqiptare po tregon që është më së edukuar, më së formuar për atë që kërkon, për atë që pretendon dhe mënyrën se si proteston. Pra, kjo protestë e bukur ka tregu qytetari, ka tregu konsistencë dhe ka tregu objektiva të qarta për të cilat i ka shprehur në pikat e veta, pra dorëheqja, qeveri tranzitore edhe 2-3 nën pikat e tjera, ku boshti kryesor është edhe ndrrimi i kodit zgjedhor. Pra, e thënë me fjalë të tjera, janë momentet e fundit të tranzicionit. Pra, kjo protestë kur të ketë kurorzuar këto pikat të cilat do t'i kërkoj deri në fund, besoj që tranzicioni i thuhet mirëpafshim. Kanë kaluar më shumë se 60 ditë që nga nisja e kësaj proteste, duke mos dashur që ne ta kritikojmë protestën, po pyetja ime lind vetvetiu, a mund të ishte bërë ndonjë gjë ndryshe që kjo protestë ndoshta të ishte më masive dhe a është kjo një pauzë që në shtator pastaj të ketë forca të reja? Shiko, masive kjo është. Ne kemi kriju frymë, ne jemi gjithkund. Numrat nuk janë vetëm këtu. Numrat janë në çdo cet të Shqipërisë. Numrat janë, a i keni vënë re për shembull ku shkon turma nëpër edhe shetit, si dalin njerëzit në balkone, përshëndesin, se ka dhe njerëz të cilët, edhe sidomos në këto momente ku temperaturat janë jashtëzakonisht të mëdha, ku imagjino shteti nuk ka marrë edhe mase me sjell 2-3 ambulanca se këtu ka shtresa vulnerabël. Pra imagjinoje ç'a shteti, s'po them qeveria, shteti ka detyrimet e veta, që të sjellë ambulancat këtu, të sjellë ekipe mjekësore, jo vetëm ekipet e sigurisë. Pra, siguri është edhe që ti të kesh një ekip mjekësor të mjaftueshëm. Pra, dalim tek pyetja juaj kryesore, ne jemi gjithkund. Ja johona po vjen, marshimi vazhdon, ndoshta njerëzve ju duket një rutinë, po në këtë formë ne kemi arritur të krijojmë një frymë. Pra, kur flas, unë jam një milingon e vogël në gjithë këtë, po unë flas në atë që shikoj unë. Dhe krijimi i frymës është shumë i rëndësishme. Në një moment caktuar me bë thirrje, nesër vinë këtu 100.000, 200.000. Por taktikisht ne po presim shtatorin, gushti është, janë edhe pushimet, njerëzit do shkojnë me pushime, shumë njerëz më përpara pa e di, edhe ne nuk e dinim që një ditë do të shpërthente vulkani në këtë formë. Edhe njerëzit kanë pronotuar më përpara, do bëjnë pushimet, kanë pre biletat, kanë detyrime familjare. Pastaj asnjë vlerë nuk ka nëse do bëjnë ndonjë procedurë juridiko-ligjore në këto momente, në i dorëheqje, sepse parlamenti nuk është, zoti president ka humbur fare nga skena social-politike shtetërore. Ke parasysh, unë me krenarin kam pa thënë gjithmonë që ne kemi 3 Bajrama, Bajramin e vogël, Bajramin e madh dhe zotin Bajram Bega si president. Po, pas kam gabu, pas kena vetëm Bajram vogël edhe Bajram. Krenara, është fitoria më e madhe e kësaj proteste rrëzimi i propagandës së kryeministrit? Ne nuk kemi rrëzu propagandë. Ne kemi rrëzu imazhin fake. Pra, ne është shumë e rëndësishme kjo që kemi arrit. Ne kemi arrit me i thënë krejt botës të vërtetat. Ne kemi arrit, domethënë, me formimin ton qytetar, ti tregojmë
gjithë globit që ne ekzistojmë, jemi një komb vital, jemi një komb që pavarësisht se do të kemi kalu shumë halle, shumë dhimbje, një tranzicion të i zgjatur, pra jemi me vizion, jemi me dashurinë e madhe të hymë në familjen evropiane, si të barabartë, në sjellje, në zbatim të ligjit dhe me shpresën e madhe që do të krijojmë institucione të sakta që mos të ndodhin ma fenomenet të tilla në këtë vend. Nuk mban më Shqipëria, gjunaf 35 vjet tranzicion, domethënë edhe në luftë ishim, nuk do të ishim domethënë në këtë gjendje. Ju jeni qenë drejtues i policisë së shtetit për shumë vite. Si e shikoni policinë e shtetit tashmë që jeni në një farë distancë, le të themi, pra nuk jeni pjesë e organizatës? Tani me shpirt jemi, pra është gjendje. Ti je policë, është gjendje. Siç ti je doktor shkencash, është gjendje. Kur ti dashuron një profesion, është gjendje. Pyetja e parë që mu patën ba, pse do mu ba policë? Unë ndoli nga zemra, tha, ndjej kënaqësi kur i ndihmoj tjerit, pra jam tip altruist. Dhe kjo është një mundësi. Tani, pse ta thash këtë në parantezë, më thënë, pavarësisht se unë mund t'jem i larguar apo jo, unë ndjej vetëm policë. Pra, nuk i shpëtoj dot asaj shtrese subkulturale të cilës i përkall. Por shpresoj një rikthim. Përsa i përket policisë, duke qenë tani jashtë ashensorit, do thoja që armata është barkas. Ja, mbasi të më filmosh mua, shko bëj një filmim se si janë policët e rendit, të zhveshur, pa atlete, janë keq ushqyer, sepse ata janë të keq drejtuar, të keq paguar, në çdo lloj epiteti me parafjalën para ose me mbiemrin përpara të keq. Dhe mu më dhimbse, nuk ma kishte marrë mendja kur në jetën time, kur unë isha në akademi dhe kishim ëndra të mëdha që policia ime një ditë dhe shteti tim një ditë të ishte në këtë gjendje. Këtë gjendje e kanë sjellë. Unë i njoh mirë shumë kolegë, njoh mirë, e di se sa të rënë shpirtërisht. Çfarë ndjen kur përballesh me kolegët e tu? Më dhimbsen. Më dhimbsen sinqerisht, më dhimbsen për rrogat, më dhimbsen për mundin, që shumë pak kush ja din, sepse ata sakrifikojnë. Më dhimbsen sepse janë të tradhtuar nga drejtuesit. Më dhimbsen sepse unë e kuptoj se tentakulat e krimit kanë arritur në ato pika që janë vetëm formalisht. Vinë marrin atë rrogë dhe kthehen, se nuk është të luftosh krimin delikuent. Çështja është për një shtet të shëndetshëm, një shoqëri të shëndetshme, është goditja e krimit të organizuar. Është goditja e bandave të krimit. Goditja, ke parasysh që askush mos jetë mbi ligjin. Policia është e atrofizuar. Dhe kjo më dhimbset dhe nganjëherë shiko, shumë interesante kur më pyesin se pyesin shumë persona për në këshill që duhen banë policë, bëj gjithçka ti bind mos ta bëj. Por, unë po t'isha 18 vjeç, prap do ta ndiqja pasionin ti. Pra që të bësh policë duhet të kesh pasion të hekur dhe vullnet shumë të madh. Po pikërisht pra, më thoshte dikur një kolegë juaj, kur më merrte intervistë ishte 2007-2008. Masi mbaron se ti je specie në vdukje, më thonë. Pa e lejmë janë thjeshtësin, ti je sepse unë i tregoja vizionin tim, pasionin tim, thonë ti je person në vdukje. Kërna, çfarë duhet bërë që të rikthehet policia e shtetit aty ku duhet dhe qytetarët ta kenë besimin te policia e shtetit? Shiko, është shumë interesante kjo. Unë që kur kam qenë i vogël, kam pa dëgjuar shprehjen e Leninit. Sa vjet duhet të krijohet diçka, aq vjet duhet të shpërnjoset. Pra për sa vjet e kanë zhgarravit policinë në këtë formë, aq vjet duhet të rindërtohet. Dhe kjo, pastaj kur studioja për psikologji, në psikosociologji, kjo ka teori të veçanta pikërisht për këtë thënie
të Leninit. Citova Leninin, më thëmë se pikërisht shpreja ti, më s'kam komplekse në ha. Jo ngjyra blu, jo ngjyra kuqe, e rëndësishme. Dhe shumë vështirë. Është shumë vështirë. Sepse unë po shoh gjeneratët që dalin. Unë po shoh se kush jep mësim në akademi. Qofse këta duan me gjithmen me ba një polici të shëndetshme, dhe fillojnë që nga pedagogët që japin mësim në akademi. Pra këto pedagogë, a din shqip, dhe marrë ata në provimia. Vetëm thirr. Pastaj, se këtë do përgatitet. Se ne po shohim mënyrën e veprimeve të policëve të ri në terren që kanë mangësi të jashtëzakonshme në formë. Krenar, kurse kam kuptuar një praktik të drejtuesve të përgjithshëm policisë shtetit, momentin që vinin bënin rrokat po drejtuesve të qarqeve. Dhe mbi të gjitha merre një drejtues qarku, po themi drejtuesi i qarkut të Elbasanit, që bëhet drejtor qarku në Shkodër. Pra kishte vetëm ndryshime, ishin të njëjtë drejtues dhe vetëm ndryshonin qarqe. Pse bëhet kjo? Po, është kriju edhe si traditë e para. E dyta, vinë edhe qa me ba. Është vetë një gjallë që bëjnë një rëkad, e bëjnë kërë i përzi dominat. Ata domina janë. Unë po ju them, 90% e drejtuesve të policisë që janë sot, kanë qenë atëherë ku kam hikur student. Erdha, punova, dola në pension, dhe akoma ata janë në drejtim. E imagjinon do të më thënë se kush e komandon policinë e shtetit? Është katastrofë. Zoti hita s'ka qa me ba vete. Policia e shtetit bëhet me staf. Policia e shtetit nuk jemi ne shtet. Që të kemi policë polivalent. Pra polici polivalent që ti bën të gjitha. E ke vanë re për shumë në për filmat Amerikan të këpullin. Dritën, armën dorë dhe shkon të zbatoj ligjit. Por mbrapa taktikisht, ka një armat. Ta gjej gjë policin, një armat qohet për me mbrojt atë policin. Kuse këtë kush të mbrojt? Mësuj të mu. Polici shkret, ma tepër hum energji duke ju mbrojt, duke u rujt ambientit acid të cilit ambientit acid në të cilin ai punon, se sa kry detyrat funksionale për cilat është rekrutuar. A e kuptove, arritet do të me e kuptu. Pra, në më thonë është një fole grenzash, e thanë thjesht. Institucioni i policisë shtetit ka qenë, është dhe shpresoj që mos tjerë, fole grenzash. Krenare, ke ndjerë kur ke qenë dhe ti drejtues policie që më shumë shqiptarët e shohin, e shikojnë policinë si, po themi, si ndëshkim, pra që dikush që të ndeshkon se sa dikush është aty për të mbrojtur? Jo. Tani, ti e brenda një familje dhe ka debat. Tu ka njerëz, ka probleme. Policia shtetit duhet veprojnë brenda standardeve, brenda ligjit, dhe nuk duhet dëgjoj fort se çfarë thë njerëzit. Dhe kështu nga të dalë krijohet besimi. Pra neve do të na vijë shtet në momentin kur ti të kesh një problem, mos thrasësh dajen, nipin, shokun me zgjidh problemin. E ti bish telefonit policisë, policia do vijë me një mbrojtje tënde, shëndetit, pasurisë tënde, dhe të kryet procedura. Tere jemi bërë shtet. Kjo është policia që duam. Nuk është policia që duam që do të ta bënte zoti Tahiri, që arriti drejtorët dhe shefat e komisariatit numëronin në vrajtjet e kanabis. Këto janë rezultate. Këto janë tentakulat e krimit organizuar. E bani Shqipërinë jeshtin. Por çdo e keqe ka dhe i të mia, sepse e mbushi Shqipërinë me oksigjen. Se a disa shkëmbim oksigjeni ka nga që rritet në mënyrë shumë vitale, jashtëzakonshme kanabis. Po, dhe niveli oksigjenit në ato vite ka qenë shumë i madh në Shqipëri. Jashtëzakonisht. Sinqerisht. Edhe këtu e kemi 1.000, e gjetëm 1.000. Po pra, 1.000 dhe ta gjejmë. Tu të pyes dhe për një video që më bëri përshtypje,
në një po themi ngjarje që ndodhi 2 ditë më parë në Palas ku në një jat dyshohet se u qellua me armë. Po ajo që më bëri përshtypje më shumë ishte mënyra se si policia u fut në jat këmbë zbathur dhe pa doreza, le të themi, që po them logjikohej që jati në ato momente ishte sken krimi që mund kishte gjurmë, mund kishte, nuk e di. A funksionon kështu policia? A duhet të jetë në këto formë policie shteti? Pra si është standardi, le të themi? Unë kam bërë dhe kam asistuar në shumë kontrole banesash. Edhe një është banes. Ja, ti është banes. Edhe në koleksion në kurs kena mësuar, domethënë duhet të heq kurs, kambale, me dorëzu pistoletën, me dorëzu gjitha dhe më fut për me bërë kontrole. Po, ti mund marrësh masa jurëve të tua mos të ngelen në ambientin ku ti kontrollon, ti do fut, ti do vëni me doreza të dy. Kjo mu duk jashtëzakonisht diçka shumë ridikul, thotë e thuhet dhe që sharak. Pra ai kupton ku e kanë atë rreziku polici. Kjo është mungesë e autoritetit policisë. Kjo që si kam thënë, me që është edhe plazh i pantallon vajtemi në marrë plazh, bëjmë edhe nga i katastrofë. Sinqerisht katastrofë. Le të gjejnë net. Si është jeta e krenar Ahmetit jashtë policisë së shtetit? Jam shumë i qetë, kritikoj pa ke përfit. Pa dhim, por nga ana personale, familjare kanë shpëtu. Është shumë lodhje të punosh në policinë, punosh drejt. Jo me hedh grepin e mërë, po dhe grepin në mërë gjekë, po t'jesh policë do Shqipëri është shumë e vështirë. Ne themi policë, tamam policë me fill. Ju vesh në rrogën e shtetit, mos të dali rroga në fund të muajit, mos kesh mundësi ti ofrosh familjes dhe fëmijëve atë që e kanë këtë fëmijët. Unë kam fitu liritina dhe shqyqyr, që më largua. Stabilizova financat e familjes, jam më i qetë, jam marrë me librat e mi, jam marrë me pasionet e mia, pavarësisht se zemra është akoma në këtë profesion. Çfarë mungon më shumë kur po themi kujton vitet e policisë së shtetit, një rutinë, çfarë të mungon më? Jo, çfarë më mungon? Ja, unë kam ba qef në gjitha gjërat, edhe shefliku dhe gjitha, pra nuk kam në kryezitet. Por, më dhimë se të shumë mungesa e drejtimit të mirë fill policisë. Pra 35 vjetë zhvillim, ne jemi në moshën e elektronit. Ne jemi vite drite larg nga mënyra se si vepron bota. Pra, këtu po mundohen të sjellin Smart City, të instalojnë Smart City, por nuk kanë efektiv, nuk kanë personel, do të kesh IT, edhe policët e ri duhet të mësohen në mënyrën tjetër se si duhet veprojnë, se do kenë mjetet teknologjike, ke parasysh? Nuk kam shumë përvojë të hidhur me këtë gjë. Krenar, kujton ndonjë ngjarje ku ke thënë me vete që sa mirë që jam policë që mund ta bëj këtë ngjarje, pra mu asistova në këtë ngjarje, pra të kujton ndonjë moment veçantë që ke thënë, pra ke qenë mirë, je ndjerë mirë që je policë. Po patjetër, në momentet që kur ka qenë situata krize quhet, dhe ti ndërhyve zgjidh krizën, zgjidh situatën, ke parasysh, ose ti të ndërhysh dhe të shpëtosh jetë njerëzish, pra është megjithënë është kënaqësi e madhe. Ndoshta jam altruist nga natyra, empatik, pavarësisht se në psikologji kam mësuar që është shumë gabim të jesh shumë empatik. Pra ka teori kundër empatisë, mos hyjmë në këto gjëra. Pra, pa qenë empatik nuk bëhesh dot polici mirë. Pa qenë empatik. Por, një polici mirë i bjen qafë familjesve. Jashtëzakonisht. Ai ke shluar, po themi,
borxhin e kohës që i ke pasur ndaj familjes momentin që ke qenë policë? E ke shlyer? Nuk e ri para në dhëmë. U rritën fëmijë dhe nuk e njoftën babën. Ke përgjithë, natë e ditë në punë. Policë nuk kuptojnë shumë. Krenar, a ndjet një boshllëk i madh momentin që ti sakrifikon dhe kohën me fëmijët e tu dhe pastaj vjen moment që shteti të vë këmbën në fyt, le të themi. Shiko, ky shtet ka hardu minimumia 3 milion euro në formumë. Që të ka qenë me trajnime në... Po pra, pikërisht, akademitë më të mira të botës, gjitha, ke parasysh, vetëm, për tregoj vetëm turizëm administrativ sa kam bërë, janë miliona. Pra, kam pa botë me sy, kam pa... organizata policie janë zakonshme, me shpresën e madhe që do të mundonin të implementonin dhe këtu. Nuk më dhe vetëmi peng që më kam ngel është vetëm t'ja kthej mrapsh. Ti vendi, t'ja kthej. Kam gjetë një mundësi, është një mundësi, që të ndikoj dhe të japim një dorë sigurisë së protestës. Shumë e rëndësishme. Ju shihni vetë që është një protestë paqësore, ku është trupu. Mundohemi që të marrim masat dhe të bashkëpunojmë edhe me organet e rendit në rast se kemi situata të vështira. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse është shumë e rëndësishme siguria e çdo personi në protestë. Atë vijnë shumë stresa grave, vijnë anën e fëmijë, nga artazane, e pra dhe krijimi i kësaj fryme, siguria do të bëjë që këtu do të pra imagjinoj ka u bëm sot 66 ditë dhe nuk planohet një lidhje portofolit lajmëruar deri tani. Në kaq shumë njerëz. Pra kam gjetë një mënyrë se si më japë fëmijë. Për post asaj dëshirës madhe që kam që rama ik. Krenar, falenderoj shumë për intervistën. Ju falenderoj edhe juve për hapësirën, edhe mundësinë që të komunikojmë me publikun. Faleminderit.